Ka mbyt 2 vite që është nisur, por ende larg përfundimit. Ky është bulevardi Boris Kidriç në Tetov. Banorët e zonës ankohen për vonesat dhe thonë se zvarritja e përfundimit të projektit po shkakton telashe. Pluhuri që ngrihet është problem kryesor me të cilën përballen. Mungesa e ndriçimit, gropat e hapura dhe mbeturinat që mblidhen në mes të bulevardit e rëndojnë edhe më shumë gjendjen. Përveç vonesës, qytetarët kanë edhe ankesa për planifikimin dhe idenë e shëtitores dhe trotuareve të ngushta. To trebаше odmah da se sredi ušte, zajedno su, pa to trebаше, ako ne drugo, barem tampon da postave. A ova сега iskopa i đubre tamo, vetar će duvne, prašina se diga puno. За isplанирано, мене лично не ми се допаѓа. Зашто со деца мали, со количка, јас сум баба, си носим деца од градинка, и овде кој ќе преидем преку пешачки премин, доаѓам у средина, од вама возила, од тама возила. Не знам како е замислено точно, ама се надевам барем дека ако ништо друго ќе се осветли, пошто навечер е темно многу. И ризично е за идење, а тротоарот е тесен, и тоа имам замерка. Другото фино што има дрвца, што ќе има и велосипедска патека, премда не знам како го решиле тоа и велосипедска патека и за пешаци на средина. Ќе видим, neka se направи нешто па. Kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, thotë se shumë shpejt do të rinisin punimet dhe se bulevardi do të përfundojë më së voni brenda verës. Edhe aty besoj që shpejt do të nisin punimet për rregullimin e shtegut Komsorva apo pjesës qendrore të bulevardit dhe besoj që brenda verës edhe pjesë e bulevardit Boris Kidriç do të jetë në shërbim të qytetarëve. Kujtojmë se fillimi i ndërtimit të këtij bulevardi u përcoll me shumë ankesa, sidomos nga pronarët e bizneseve dhe banorët e zonës, për mos përshtatjen e lartësisë së trotuareve me hyrje të objekteve tregtare dhe hotelerike, si dhe të banesave.